Dhe tani të dashur shikues të shkoha që të lidhemi direkt me Krishnik Berishën, i cili po vazhdon të qëndrojë në pej, duke na informuar për mbarvajtjen e edicionit të 9 të festivalit të filmit të animuar Anibar. Përshëndetje Edona, përshëndetje shikues të Koavizionit. Jemi në ditën e dytë të festivalit ndërkombëtar të filmit të animuar në pej. Sot që nga mesdita, prej orës 12 deri në orën 1 janë shfaqur filma për fëmijë. Pra, filmat animuar për fëmijë, nga ora 2 deri në orën 3 janë shfaqur filmat ndërkombëtar, ndërkaq në kineman e hapur nga ora 20:30 deri në ora 21:30 minuta, sonte pra do të shfaqen filmat ndërkombëtar, ndërkaq në kineman Ania e Paqes te liçeni pra, edhe duke lundruar, edhe duke parë filma, do të mund të jeni aty nga ora pra 20:30 deri në ora 21:30 minuta, ku do të mund të shikoni filma special jo garues. Ndërkaq nga ora 22 deri nga ora 23 gjithashtu në kineman e hapur do të mund të shihni filma ndërkombëtar, kurse nga ora 22 deri nga ora 23 në kineman Ania e Paqes te liçeni pra, mbi varka do të mundni të shikoni filma ballkanik. Unë këtu pranë me kam antarin e juris, kosovarin që jeton në Kanada, regjisorin e filmave të animuar John Marku, me cilin do të flas për historikun, për traditën të shkurtër të filmit të animuar shqiptar. Përshëndetje, zoti Marku. Përshëndetje, zotni Krishnik. A me a fillu me histori? Fillimisht, si për ju duket ky festival? Ky festival më duket jashtëzakonisht i bukur, i mirë, i organizuar mirë nga një rini kënaqësi me pas sa mirë funksionojnë si edhe në qytetin e bukur të Pejës. Ka dhe festivale tjera në Pej, pra ka dhe festivale tjera gjatë këtij viti, gjatë kësaj sezone që ka pasur mirë, po megjithatë nuk ka arrit me kriju një identitet. Siç duket ky festival ka arrit me kriju këtë identitet, sidomos pasi që është i vetmi unik i këtij lloji apo jo? Po, është unik edhe besoj që me çdo vjet është u përmirësu, ashtu që kjo është vetëm viti i tretë, vetëm është edhe që është viti i tretë, është festival shumë i bukur, është shumë shihet një jetë, krejt komuniteti është i angazhuar dhe merr kështu një atmosferë të festivalit, jo vetëm i artistëve, por i qytetit. Për historik, me të thonë që animacioni ka fillu në Kosovë ndoshta para 30 e kusur vjetëve, ka pas njerëz si Nejat Krasniqi, si Faria Xhanela, si Selami Taraku, që kanë fillu me punu në këtë lambin, këtë media, po që shëdim rrethanat që kanë qenë, kjo ka qenë gjenerata që ka punu në për televizion Prishtinës, në rilindje, që çdo gjë është ndërprej për shumë vite. E tash është kënaqësi me pa që është ndërprej, po ka vazhdu prap, edhe ma mirë, me një gjenerat, besoj që ma të mirë se na që kemi qenë, ma të informum, ma të aftë tu me organizu këto festivale, shpresoj dhe shpejt kanë me kriju dhe filma shumë ma të mirë. Zoti Marku, keni arritur me taku krijues të ri pra, cilët miren me filma të animuar? Kom taku këtu disa të ri që vetën e thrasin trembela, janë 2-3, ama shumë se di sa janë grupë që kanë punu disa punime shumë të mira që si këto në fillim praktikisht që kanë kriju imazhin e festivalit me këto postera që i shohin, me animacionet që janë në hapjet festivalit. Ashtu që ka njerëz që po punojnë këtë lamin. Zoti Marku, vizitorët, vullnetarët e këtij festivali që do të vinë me ndjek qytetarët e Pejës dhe Anamban Kosovës, do të kenë rast me pa edhe punimet e juja, apo jo? Po, është një farë përmbledhje, se unë jo marrë me animacion, që shtash
30 vjet, por me ndërpremje, gjithmonë me ndërpremje, po është grumbulluesi një farë prej periudhave ndryshme në gjana që kom punu, diçka në Kanadë, diçka këtu, diçka ashtu që ka me qenë një farë prezentimi i animacionit që kom bëvne gjatë këtyne viteve. Zoti Marku, përfundimisht, para se nëse nuk jeni me shtu diçka, kisha dashur të më pyet çfarë bëni në Kanada, me që këtu në Kosovë, në Prishtinë nuk po ju shohim. Kanada momentalisht punoj për një revist që është komunitetit Caribbean që del një herë në javë, aty jam ma shumë si graphic designer, ilustrator, reklamat për nevojat e gazetës, po përveç asaj edhe si pavarësisht punoj animacion, filmat shkurtë animum, në një ilustrim, kjo është preferësisht. Zoti Marku, mirë që kemi këtu, faleminderit shumë. Shikues të nderuar, Zoti Marku i ceku edhe Trembelat, pra kompaninë e dizajnit, e cila para pak minutash vetë se ka përfundu debatin me qytetar. Njëtën kohë ka qenë edhe regjisori i filmit të animuar Kiameti nga Bosnja, Ivan Ramadan, ndërkohë që tani ju do të ndiqni atë se çfarë ka ndodhur dje në hapjen e festivalit në hapjen e festivalit të filmit animuar në Pej. Atmosfera në cilën është hapur ky festival dhe ndejen pas orës 11 në kampingun e festivalit. Ju ftoj ta ndjekni. Nis edicioni i treti i festivalit ndërkombëtar të animacionit. Në kineman e hapur të Pejës, të rinjtë e këtij qyteti kanë krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme. Përpara mysafirëve, organizatorët që i karakterizon mosha e re, mesatarisht 20 vjeçare, shpalosën programin dhe aktivitetet gjatë ditëve të festivalit. Ajo që bëjmë ne është diçka tjetër, u shprehen 20 vjeçet të cilët arritën që festivalit, ndryshe nga festivalet e tjera që kanë nisur në këtë qytet, t'i japin identitet dhe frymë. Gjatë vitit kaluar, jemi mundu që sa ma shumë t'i kemi të përfshira 3 elemente në festivalin tonë. Këto kanë qenë teknologjia, rinia dhe ngjyra. Një pjesë e madhe e qytetit Pes me kontributin e tyre kanë arritur që na ndihmojnë dhe ta sjellim festivalin në këtë vend ku është tash. Gjithashtu edhe për ngjyrat, është shumë e rëndësishme sepse vitin e kaluar kemi pas vetëm një ngjyrë, 2 në fakt, është e bardha dhe zeza. Këtë vit qëllim kem pas që me festivalin këtë sa më shumë ngjyra dhe të ketë përfaqësim më shumë për syrin e njerëzit. Të gjashtë me kohë se të më të ndje vetën, kështë se me tonë. Për hapur festivalin. E kryetari i Pejës u ndjek krenarë me punën e të rinjve të komunës së tij. Ky është një eveniment i rëndësishëm i Pejës, u shpreh i pari i Pejës i cili dhe ka mbështetur këtë festival unik në Kosovë. Ky festival që sot po hapet është festival specifik. Është specifik pasi që është i vetmi që organizohet në Kosovë i tillë. Është specifik për shkak të pjesëmarrjes së një numri të madh të filmave të animuar në këtë festival dhe është më së specifik pasi që edhe në organizim, edhe në mbështetje janë kryesisht gjithë të rritë e këtij qyteti. Më pas u shfaqen 5 nga 170 filmat e festivalit. My daughter was always talking to her belly. Wherever I went, I said, I'm going to be a granny. Publiku i gjithë në moshë të re reagonte fuqishëm. Më pas në kampingun e festivalit, programi vazhdoi me një ndej ku jazz artistja Elina Duli mahniti të gjithë me performancën e saj. Upatani
Festivali ndërkombëtar i filmit të animuar është unik në përmbajtje dhe në këtë edicion ka ardhur me risi të shumta ndër të cilat kinemaja në liqe ku një numër i vogël shikuesish do të mund të shijojnë lundrimin krahas shikimit të filmave. Festivali do të zgjasë deri më 26 gusht.